Myftio i Shkodrës Imam Muhamet Sytari ka komentuar për herë të parë publikisht heqjen e tabeles në oborrin e xhamisë Ebu Bekër, një vendim i ndërmarrë 48 orë më parë me ndërhyrje të policisë vendore dhe punonjës të Bashkisë së Shkodrës. Ne asnjëherë nuk e kemi ul kryt përpara taborrave të iblisit. Edhe nuk e bëjmë një gjatë të tillë. Se përndryshe do të ishim prej tradhtarëve të fesë të kombit. Ne asnjëherë nuk kemi pranuar që bite etërve të zi edhe taborrat e femohimit me na shkel. E kemi gjetë mënyrën për me i tregu secilit vendin e tij dhe kemi ecë përpara me kryen alt dhe duke vendos pikat mi i kur, ku dhe si duhet. Kështu kemi ba dhe me ngjarjen e fundit që na ka nol në oborrin e xhamisë Ebu Bekër, kur një rrugaç me pushtet në një mënyrë të pabesë dhe një orë krejt të papritur, hyn edhe prek ku nuk duhet prek. E që gjithsesi, ajo tabel do të shumë fishohet dhe do të shumëzohet me dhjetra të tjera, dhe jeta jonë dhe aktiviteti jonë nuk mund të ndalet për kapriçon dhe tekat provinciale të askujt që është qëthur dhe ka deviju dhe e ka mujt zullumi i euforisë së çuditshme e të papërkthyeshme. Tabela mbante mbi shkrimin profetik ku zgrabit qoftë edhe një pëllëm tokë, Allahu në ditën e Kiametit ka për t'i varur në qafë 7 palë tokë, dhe në të dy herët tabela qëndroi përballë kullës me 35 kate që ka nisur të ndërtohet në qendër të Shkodrës. Myftinia pretendon se kjo tokë po grabitet pasi është pronë e tyre komunitetit ortodoks dhe familjes Laçej. Ndërkohë në kuadër të 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit në vendin tonë në xhamin e Rusit, u zhvillua një mbrëmje përkujtimore kushtuar Haxhi Fejzi Zaganjorit, imam me kontribute fetare e kombëtare. Ne e kemi përborë që lagjes më të vjetër muslimane në Shkodër, a një prej lagjeve më të vjetra muslimane të Shkodrës, Rusit, me indërtu një xhami dinjitoze për historikun e kësaj lagje dhe personazheve të saj. E kemi përborë që në bashkëpunim me të gjitha autoritetet, e kemi ullë shumë më tepër që mos e met peng dhe mos me umyt në një lugë të vogël uji, në të cilën çuditërisht mbytemi të gjithë së bashku institucionet e këtij vendit, përfshi edhe myftinin time. Ka qenë njeri shumë i përkushtuar ndaj besimit, qysh me hapjen e xhamisë Plumit, mas ne ka vazhdu me Komitetin Musliman Tiranë dhe këtu mas ne ka dhënë kontributin më të madh, sidomos në hapjen e kësaj xhamie, që ka mbledh shokët e vet dhe kanë punu për me e bë këtë xhami. Gjatë kohës me fjalë nga 92 ende, ai ka qenë jashmaset 24 i përkushtuar vetëm për Islamin, për përhapjen e Islamit, për të mirën e Shkodrës, dhe ai ka treguar në vitin 97, që ka qenë një vit tepër i zorshëm, kur 5 javë rresht Fejzi Zaganjori nuk ka fjetë në shtëpi, por ka fjetë në xhami, bashkë me komunitetet e tjera. Gjatë aktivitetit u shfaq edhe një pjesë nga ligjërata e Haxhi Fejzi Zaganjorit mbajtur pak muaj përpara se të ndorronte jetë. Mbrëmja u mbyll me vlerësime dhe mirënjohje për shpirtin e tij dhe të gjithë ata që kanë shërbyer me përkushtim ndaj besimit dhe kombit shqiptar.